Bëhuni gati, sepse çdo gjë që kemi menduar për drejtësinë do të tronditet nga themelet. Sot do të zbulojmë thelbin e realizmit, do të thoja brutal të Trasimakut. Ai është një mendimtar i detë të cilit vën në pikpyetje absolutisht gjithçka që ne besojmë se dim për moralin. A ka ndodhur ndonjëherë të ndihesh sikur po luan sipas rregullave, por në fund deli humbur? Po, sipas Trasimakut, kjo nuk është thjesht një ndjenjë, është realiteti. Ai argumenton se vetë ideja e të qenit i mirë është në fakt një kurth i ngritur me shumë mjeshtri. Zakonisht, kur mendojmë për drejtësinë, sidomos siç e paraqet Platoni te Republika, e shohim si diçka ideale, një e vërtet absolute. Por ja ku vjen Trasimaku dhe, si të thuash, e prish gjithë festan. Ai e bën copë grim këtë vizion idealist. Për të, drejtësia s'ka lidhje fare me të mirën e përbashkët. Jo, ka të bëjë thjesht dhe vetëm me pushtetin e pastër të atij që është më i forti. Pra, ky këndvështrim kaq i ftohtë na çon direkt në thelbin e argumentit të tij. Dhe thelbi është ky: drejtësia nuk është diçka që e zbuloj me logjik apo arsye. Jo, është diçka që thjesht imponohet me forcë. Dhe ja ku e kemi teza e tij kryesore, e thënë qartë: drejtësia është thjesht ajo që i leverdi atyve që mbajnë pushtetin. Kaq e thjesht. Pra pushteti vjen i pari, dhe vetëm pasi vendoset pushteti, vetëm atëherë ai pushtet vendos se çfarë do të quhet e drejtë. Kjo është ndoshta thënia e tij më e famshme dhe, sinqerisht, përmbledh gjithçka në një fjali. Ajo që ne e quajmë moral nuk është gjë tjetër veç se vullneti i atij që ka fuqinë ta imponojë atë. E thënë ndryshe, morali i shërben pushtetit, jo të vërtetës. Një ide mjaft tronditëse. Mirë. Por pjesa më interesante është kjo. Sipas tij, kjo logjik nuk vlen vetëm për tiranitë e lashta. Jo, ajo vlen kudo, madje edhe në demokracitë moderne. Grupi që është në pushtet, kushdo qoftë ai, do t'i shkruajë gjithmonë në rregullat në mënyrë të tillë që të mbrojë dhe të zgjerojë interesat e veta. A nuk tingëllon disi e njohur kjo? Pra, ja ku arrim në përfundim. Ligjet nuk ekzistojnë për të na bërë ne njerëz më të mirë. Ekzistojnë për të çimentuar sundimin e atyre që i kanë shkruar. Një shembull modern, mjafton të mendojmë për rregullat e komunitetit në rrjetet sociale. Shpesh ato janë krijuar për të mbrojtur interesat e platformës, duke e paraqitur këtë interes si një normë morale që të gjithë duhet ta ndjekin. Mirë, por kjo është për sistemin, po për individin. Çfarë do të thotë e gjithë kjo për një njerëz të zakonshëm? Këtu, argumenti Trasimakut bëhet vërtet personal, dhe, të them të drejtën, therr mjaft thellë. Ai na tregon koston e vërtet, shpesh shkatërruese, të përpjekjes për të qenë i mirë. Kjo tabel këtu e tregon më së miri. Në çdo situatë të jetës reale, njeriu i drejtë, ai që ndjek rregullat, në mënyrë sistematike deli humbur. Ndërkohë personi i padrejtë, ai që i sheh rregullat si pengesa që duan kapërcyer, pothuajse gjithmonë del fitimtar. Pra të jesh etik, në fund të ditës, është një strategji humbse. Kjo fjali e vetme e përmbledh në mënyrë brutale këtë realitet. Në botën e Trasimakut, virtyti nuk është fuqi. Virtyti moral është një dobësi praktike. Ti je i ndershëm do të thotë ti je dakord marrësh më pak se ç'të takon? Dhe kjo na çon në një përfundim logjik, por edhe shkatrues. Kur sillesh drejt, në të vërtetë nuk po punon për veten tënde, po i shërben interesit të dikujt tjetër, më saktë interesit të klasës sunduese. Ti po ndihmon që të mbahet në këmbë pikërisht sistemi që të mban të nështruar. Por prisni, sepse këtu argumenti bëhet edhe më interesant. Trasimaku tregon se si shkalla e një veprimi mund ta ndryshojë plotësisht perceptimin ton moral për të. Le ta marrim kështu. Një hajdut i vogël kapet dhe ndëshkohet. Pse? Sepse veprimi i tij individual kërcënon rendin e vendosur nga të fuqishmit. Ai është i dobët, veprimi i tij shihet si krim, por çfarë ndodh kur e njëjta padrejtësi kryhet në një shkallë masive? Po, kur padrejtësia bëhet masive, sistematike, mendoni një tiran që shfrytëzon një komp të tërë, ajo papritur nuk quhet më krim, ajo quhet sundim, quhet politik, ndonjëherë madje quhet leadership vizionar. Në këtë nivel, suksesi e kthen padrejtësinë në diçka legjitime. Dhe kjo fjali e shpjegon pse. Në momentin që padrejtësia bëhet aq e fuqishme sa të krijojë sistemin e vet, ajo nuk ka më nevojë të përgjigjet rregullave morale.
Përkundrazi, ajo i krijon rregullat për të gjithë të tjerët. E gjithë kjo na çon natyrshëm tek pyetja kryesore. Nëse Trasimaku ka të drejtë, atëherë pse ekziston fare morali? Pse flasim për të? Përgjigjja e tij, siç mund ta merrni me mend, është po aq pragmatike dhe e ftohtë sa gjithçka tjetër që kemi parë. Për Trasimakun përgjigjja është e thjeshtë. Morali është një mjet kontrolli. Shoqëria e lavdëron bindjen, e quan nder, vetëm e vetëm që njerëzit mos rebelohen. Njerëzit nuk e duan drejtësinë sepse është e mirë në vetvete. Jo, e duan sepse kanë frikë të mos bien pre e padrejtësisë së dikujt tjetër. Pra, në fund fare, ajo që e mban rendin nuk është virtyti, është frika. Ky realizëm, kaq i zhveshur, ishte aq shokues sa që Platoni i kushtoi pjesën më të madhe të kryeveprës së tij, Republikës, vetëm për të provuar ta hidhe poshtë. Trasimaku, në fakt, u paraprin mendimtarëve modern si Hobbes apo Nietzsche, duke reduktuar moralin në elementet e tij bazë, pushtet dhe frikë. Dhe idetë e tij janë po aq të fuqishme dhe relevante edhe sot. Dhe kështu, në fund, mbetemi me këtë sfidë, një sfidë brutale, e pasgjidhur. Është një pyetje e bërë mijëra vjet më parë, por që tingëllon tmerrsisht aktuale. Nëse drejtësia, në mënyrë sistematike, i shërben të fuqishmit dhe penalizon të bindurin, atëherë, mbi çfarë baze logjike duhet të zgjedh dikush të jetë i drejtë? Kjo është pikpyetja e madhe që Trasimaku na lë për t'u përballur.